Nga monitorimi I faqeve zyrtare të Këshillit Lart Drejtësisë dhe të Prokurorisë së Përgjithshme, listat nuk janë botuar. Është cënuar rënd paragrafi 5 I këtij ligji, ku thuhet që kandidatët e përjashtuar njoftohen me shkrim individualisht dhe në mënyrë të arsyetuar për shkaqet e përjashtimit, dhe ata mund të ankohen brenda fateve. Nga monitorimi që unë I kam bërë faqeve të dy institucioneve, këto lista nuk ekzistojnë. As njoftimi për procedurën që kanë të drejtë personat e përjashtuar. Përgjegjës për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Emërimeve janë Këshilli I Lartë Gjyqësor dhe Këshilli I Lartë I Prokurorisë. Në mungesë të këtyre institucioneve, për pjesën që këto këshilla të fillojnë të ngrihen dhe të fillojnë të funksionojnë, ligji përkatës ka parashikuar shprehimisht që në mungesë të këtyre institucioneve do të jenë organet përgjegjëse, Këshilli I Lartë I Drejtësisë dhe Prokurori I Përgjithshëm I ngarkuar që do të bëjë verifikimin e këtyre. Në atë dispozitë kalimtare nuk parashikohet absolutisht që listat të bëhen publike dhe absolutisht nuk parashikohet e drejta për ankim apo e drejta që personat të cilët nuk plotësojnë kriteret të njoftohen me shkrim. Mendoj të mos e kthejmë në seancë plenare, sepse nuk është ky qëllimi. Kuvendi I ka bërë emrat publik që kanë ardhur nga institucionet, që në momentin që ka shpallur orën dhe ditën e shortit, aktualisht ka ardhur vetëm një ankesë në kuvend. Kështu që mendoj të vazhdojmë procedurat, sepse nuk jemi gjykat. Çdo institucion mban përgjegjësitë e tij